E nisim me profesorin, ne përmendëm pak miellin, pra furat e bukës që është shumë e ndjeshme, përmendëm në produktet e mishit. Unë do t'i marrë me radhë, po tani e bëra pak më herët pyetjen, po dua ta kuptoj si qasje. Jemi më të rrezikuar si konsumator ndaj këtyre produkteve, apo kaq janë kapacitete fillestare për të kontrolluar dhe më pas duhet të shtrihen në sektor të tjerë, se për shembull kemi sektor ujë, veza, janë. Shiko, duhet i klasifikojmë në mënyrë të tillë. Ka një grup ushqime që klasifikohen me rrezikshmëri të lartë, janë produktet me origjinë shtazore. Futet mishi, qumshti, vezët, peshku, dhe në produktet e tyre, Që sjellin dhe efekte direkte në shëndetin e njeriut. To janë në top listën e klasifikuar nga OBSH-ja, nga institucionet e sigurisë ushqimore dhe janë të njohura sot edhe në literaturë dhe në gjitha studimet shkencore që janë ekspozuesit më të mëdhenj të rrezikut të konsumatorit. Në rreziqet biologjike, kimike dhe ato fizike. Por në top listë futen edhe një pjesë edhe produkte me origjinë bimore, po duke referuar një aspekti të veçantë që janë pesticidet, që klasifikohen pothuajse me të njëjtin nivel rreziku. Dhe referuar grup ushqimeve që ju përmendët më përpara, që akuja ka ndërmarrë inspektime, po përmendim bukën, unë dua të dal në dy aspekte kryesore. Një aspekt e përmendi zonja Vuksani që ka të bëjë me peshën dhe me ngjyrueset. Problemi më i madh i bukës sot është deklarimi që bëjnë ata në treg për një bukë integrale që në të vërtetë nuk është integrale, por ajo përmban ngjyrus të shtuar. Pamja e errët e pamja tregon që buka kryesisht mund të jetë integrale për shkak të krundeve dhe që përmban ajo në përbërjen e miellit që është përdorur për të edhe ingredientëve të tjerë që janë përdorur për të përgatitur një bukë integrale. Por çfarë ndodh në vend të përdorimit të miellit integral, përdoret të njëjti miell, shtohet ngjyra e zezë dhe shitet për bukë e zezë dhe bukë integrale. Po çfarë fitimi ka në biznes, pse bëjnë këtë? Çfarë fitimi? Fitimi patjetër është që sepse mielrat special, mielrat integral kushtojnë më shumë, patjetër që janë më të shtrenjtë në treg dhe mënyra e gatimit dhe përgatitjes së tyre ndryshon. Kjo është pjesë që nuk i referohemi ne, as unë nuk kam informacion pse ndodh në rëndom në Shqipëri, por ky fakt është real. Dhe pyetja që ne ngrem, a është në gjendje që autoriteti kombëtar i ushqimit të verifikojë nëse kjo bukë është bukë integrale ose bukë e cila përmban ngjyrus, po kjo jo duke me anë të kontrollit organoleptik. Kjo bëhet duke kryer analiza specifike. Pra duhet ndalosh në çdo furrë buke për ta bërë këtë. Jo, mund të merret mostra, mund të merren bukë caktuara dhe kontrollohet. Dhe çdo bukë ka disa parametra buka integrale. Në përbërjen kimike, në ca tregues fizik, cilët tregojnë që është bukë integrale. Dhe referuar një bukë tjetër, cila nuk ka miell integral, parametrat ndryshojnë. Po këto parametra duhet kontrollohen me anë të testeve, të cilat kryhen në laborator. Dhe a i ka këto kapacitete akuja për të kryer një verifikim dhe për bërë një verifikim të tillë, unë mendoj se nuk janë. Nuk janë. Patjetër që nuk janë. Kështu që apo a është në gjendje që sistemi ynë laboratorik të kontrollojë dhe të detektojë të gjithë aditivet dhe ngjyrusit që përdoren në bukë, po edhe të llojet të tjera të produkteve ushqimor, përdoren tek sallamet ato, përdoren tek buka, përdoren të gjithë produktet të lëngjet të ndryshme, lëngjet e frutave, të pijet e ndryshme të cilat kanë ngjyrë. A është në gjendje, a jemi në gjendje si vend që të detektojmë dhe të masim sa është niveli këtyre ngjyrusve në ushqime, madje të gjurmojnë se a janë ato substancat të deklaruara në etiketë ose jo, sepse kjo është një problem tjetër. Ngjyra e kuqe nuk mund të jepet nuk është vetëm atributi një ngjyrusi, mund të jetë disa ngjyrusve të cilat mund të japin ngjyrë të kuqe. Ka raste kur deklarohet që mund deklarohet që është një ngjyrus natyral. Është një ekstrakt i një bime të cilat jep një ngjyrë të caktuar në pije, por në të vërteta nuk është kështu. Pra ne nuk kemi kapacitete për ta konfirmuar nëse është apo nuk është. Edhe sot problemi i detektimit të mbetjeve të aditive në ushqime është një nga hallkat e rëndësishme të sigurisë ushqimore që ne si vend nuk kemi bërë asnjë hap përpara në këtë drejtim.
sepse për kuriozitet, unë po them që ka rreth mbi 3500 substanca, që quhet, ndryshe quhet edhe libri kuq, kështu thirret aty ku janë të identifikuar aditivët, ka 3500 substanca të cilat sot dhe derivatet të tyre që përdoren si ngjyrus në ushqimet. Dhe imagjinoni se sa e vështirë është përcaktimi i substancave të ndryshme në ushqimet, në mbetjet e tyre, në ushqimet të ndryshme. Qartë, po unë si konsumatore njëherë pasat e si gazetare, kur shkoj dhe blej, e kam shumë të vështirë të orientohem, sepse ajo është përmendur dhe profesori, e parë njëherë shumica etiketat nuk janë të shkruar, apo edhe kur janë të shkruar janë ndonjëherë të pakuptueshme, ndonjëherë nuk kuptohet as substanca, rrezikshmëria që ka. Pra, ne do arrim ndonjëherë që të kemi këtë sigurinë që ato produktin që e blem e dim që është i sigurt, i konsumueshëm, nuk na sjell pasoja afatgjatë në shëndet paktën. Atëherë, pikërisht në këtë rast është autoriteti përgjegjës që është gardiani për të garantuar që çdo operatori biznesit ushqimor përmbush të gjitha standardet për të nxjerrë në treg një produkt të sigurt. Kjo pastaj vjen, juve folët pak për etiketimin. Etiketimi që don shumë sot në Shqipëri dhe kryesisht për produktet me origjinë shtazore, që kanë edhe riskun më të lartë. Ne mund të shkojmë fare mirë në një supermarket dhe të shohim që mishi i pulës, pra gjokset e pulës, shiten ato vasketat pas një lloj etiketimi. Pra i thotë që kjo është pa përmendur emra, është e këtij aty dhe ne në asnjë rast nuk e di pra cila është origjina e vërtet e këtij mishi. Tjerë dhe raste që thotë mish bio. Eksakt. Dhe ti nuk e di, sepse ta thot ajo zonja që shet aty. Juve e rritët standartin tek bio, unë po flas për këtë standartin e zakonshëm. Pra ne duhet që të ketë etiketimi dhe për këtë kategori nuk ka fare, sepse mishi që vjen nga importi vjen në big pack, në paketa 25 kg, dhe ti nuk je në gjendje që të verifikosh nëse ky mishi është njëherë brenda datës kadencës dhe çka ka dhe një problem tjetër. Ky mishi kushtet e ruajtjes, pra ai ka një temperaturë të caktuar. Ne nuk jemi në gjendje të verifikojmë nëse natën ai ngrihet dhe ditën rikthehet për tu tregtuar, sepse pikërisht nuk ka këtë etiketën dhe ne vazhdimisht themi produkt i freskët. Një problem tjetër, të njëjtën gjë kemi me djathin, të njëjtën gjë kemi me gjizën, pra këto duhet detyrim. Pra ne marrim një pako patatinash, kaq të vogël, që ka pafund një etiket me 50 përbërës. Dhe marrim produktet që i konsumojmë çdo ditë, të cilat nuk kanë etiket. Dhe në rastet kur ne kemi pasur probleme me sigurinë ushqimore, unë kam dëgjuar inspektor të autoritetit kombëtar të ushqimit që thoshte ne kemi njoftuar për numrin e lotit konsumatorin. Ku e di konsumatori kush është numri i lotit? Çfarë numri lotit ka bler? Pra, çfarë numri lotit dhe nuk e ka atë numër loti, as datë skadence, as datën kur është prodhuar, as ku është prodhuar, pra mungesën e vendit të origjinës. Pjesa tjetër, vazhdojmë me djathin. Sot, në Shqipëri, në të gjithë botën, sepse shumë njerëz thonë që vaj i palmës është i lejuar. Absolutisht po. Çdo produkt që ka një kartë teknologjike në të cilën është i parashikuar të ketë vaj palme, duhet ta deklaroj këtë në etiketë. Dhe unë si konsumator kam të drejtën të zgjedh një produkt që ka vaj palme apo jo. Ose jo, po, e vendoset. Kjo është pjesa më e thjeshtë. Problemi sot në Shqipëri është tek produktet e qumshtit. Pra që do të thotë, në Shqipëri edhe pse shtohet vaj palme, në një pjesë të mirë të produkteve, ky vaj palme nuk deklarohet fare që ka. Po flasim për prodhimin vendas. Për prodhimin vendas. Dhe ky nuk deklarohet për një arsye, sepse në bazë të legjislacionit shqiptar, një produkti me origjinë shtazore, nëse i shtohet një produkt me origjinë bimore, në këtë rast është vaji i palmës, ai nuk mund të quhet më as djath, as gjiz, as gjalp, as djath kaçkavall. Quhet një produkt i përbër, me emrin komercial. Kjo është e para. Pati ca zhvillime sepse sa herë që institucioni për hir të vërtetës shtrëngon ose bën këto aksionet dhe ka seriozisht për një çështje të caktuar, pati një reflektim dhe një pjesë e operatorëve të biznesit e shënua në etiket produkti përbër dhe përmban kaq vaj palme. Këtu ka një problem tjetër që ne prap
nuk jemi në gjendje, e detektojmë që ka vaj palme, por nuk jemi në gjendje të detektojmë sasi, nëse vërtet ai ka 3% apo 13%. Për të mos folur pastaj që autoriteti kombëtar i ushqimit duhet jetë aty për të kontrolluar çdo datë skadence. Dhe shpeshherë i vihet faji vetëm operatorëve të biznesit, që ky e ndryshon datën dhe ne nuk e shikojmë dot. Kjo është një gjë shumë e thjeshtë. Gjurmëshmëria është shtylla kurrizore e sigurisë ushqimore. Edhe aditivët e bukës, që ne nuk e ndallojmë dot nëse është një bukë integrale apo një bukë e zakonshme, pikërisht për faktin, jo vetëm që ne nuk bëjmë analiza, po pikërisht për faktin që nuk kemi gjurmëshmëri. Sepse në Shqipëri, buka ka dhe një element tjetër, që duhet të ketë një nivel proteinik prej 12.5%. A zbatohet në fakt kjo? Dhe kjo është shumë e thjeshtë. Mjafton që në pikat e inspektimit kufitar, nga ka kaluar i gjithë produkti, pra thua, mielli është integral? E para, pra sasi mielli integral ka importohet, shkoj te fabrika. Me sa ka ardhur përqindja, pra ti kur e merë, ti detyrimisht, kur të vjen inspektori, je i detyruar bën kontroll dokumentacioni, ti tregosh gjurmimin. Dhe aty ti shikon nëse vërtet është përdorur mielli për bukë me nivel proteinik 12.5, apo është përdorur ai mielli që ka hyrë për kadaif me nivel proteinik 7%. Kështu që në të gjitha këto hallkat, pra ne thamë çedojmë, por çedojmë dhe me pjesën e legjislacionit. Pra ne duhet urgjentisht themi që do futemi në 30-ën, por duhet ketë një proces screening të fillojë nga baza ligjore, të shikojmë ku ka mungesa, sepse e dini që është bërë ligji ushqimit në 2008-ën dhe sot jemi në 2026-ën, ka akoma që s'ka akte regulative të bëra që i përcakton ai ligj. Thjesht ligji ndryshon, për shembull kur duhet të heqin statusin e nënpunësit civil, ndryshon dhe kur duhet që gjobat mbi 5 milion lek të mos i nënshtrohen më komisionit të AKU-s, por të jenë komisioni ministrisë. Këto ndryshime ka psuar deri tani ligji ushqimit, pra ndryshime sporadike. Dhe një problem tjetër është strukturimi. Ne deri tani flasim për bukën, për problemet. A është i strukturuar sipas standardeve ky institucion? Sepse për hir të vërtetës, procesi të ristrukturimit i është nënshtruar disa herë AKU-ja, por në fakt nuk është bërë një analizë nëse duhet rritur numri veterinerëve për të kontrolluar thertoret, nëse duhet rritur numri teknologëve ushqimor, nëse duhet rritur numri agronomëve, dhe nëse këto të specifikuar sipas qarqeve të ndryshme, por janë kujdesur sipas orekseve për të ndërtuar, hequr ca sektor, për të rikrijuar ca departamente, pra për të hequr ca njerëz dhe për të vënë ca njerëz të tjerë në punë. Qartë. Folëm pak për gjurmëshmërinë, profesor, dhe në fakt kur ndodhin problematika me sigurinë e ushqimit dhe që të bëhen publike, zakonisht faji shkon tek origjina e produktit, pra është një problem me aflatoksinën që vjen nga ushqimi dhe shkon tek kafshët, problematika të tjera me mishin, me antibiotikët, pra duket sikur shkon tek origjina. Në fakt kemi dhe mungesë kontrollesh dhe sa i takon te origjina e produktit, kush e mban peshën. Sistemi i sigurisë ushqimore natyrisht që ka pjesë të rëndësishme dhe mjaft delikate që janë gjurmëshmëria e ushqimeve. Kryesisht kompanitë e mëdha që ato që prodhojnë ushqim dhe fermat e mëdha dhe aty ku prodhohet ushqim me shumicë, ka një tentativë për të implementuar sistemet e sigurisë ushqimore. Pra, ka software, ka programe kompjuterike të cilat mbartin informacion të produktit në hapësirë dhe në kohë. Kjo lejon që produkti të gjurmohet nga momenti prodhimit në fermë ose në njësi prodhimi dhe deri tek tavolina e konsumatorit. Por shpesher ky proces ngelet i vështirë, sepse ne jemi një vend që jemi në zhvillim dhe jo të gjithë operatorët e biznesit ushqimor kanë investuar në të drejtim, të implementuar sistemet e gjurmëshmërisë. Për shembull, një fermë e vogël ose e cila shpesher mund të ndodhë që mos kemi kafshë pa matrikuluara. Nëse nuk kemi kafshë pa matrikuluara, nuk mund të pretendojmë për sistemet të gjurmëshmërisë për ushqimore. Kështu që nëse flasim për produktet me origjinë bimore që prodhohen nga fermat, të cilat prodhohen nga fermerët pa regjistruar, pa numër fermash,
nuk mund të bëhet fjalë pastaj për mbartje të informacionit për gjurmim të produkteve nga ferma në tregjet deri te tavolina e konsumatorit. Jemi një vend i cili akoma nuk kemi të formalizuar ekonominë, nuk kemi të formalizuar operatorët e biznesit ushqimor në nivel primar, kryesisht të fermave, sepse pjesa e përpunimit është paksa më mirë nga e prodhimi primar. Kështu që nëse ne nuk kemi të formalizuar prodhuesit në origjinë, aty ku prodhohet ushqimi, nuk mund të pretendojmë pastaj që kemi një sistem të gjurmimit të ushqimeve efektiv në gjithë sektorin e prodhimit të ushqimeve në vendin tonë. Çfarë ndodh? Një nga elementet kryesor që mbart informacionin tek ushqimi është etiketa. Etiketa është një nga elementet thelbësor të gjurmëshmërisë së ushqimit. Dhe çdo ushqim i cili prodhohet me një logo, me një informacion caktuar ose me etiketë caktuar, mund të transformohet në një ripaketim, mund të coptohet, mund të përpunohet, mund të jetë lëndë e parë dhe të futet në një linjë përpunimi dhe të tjetërsohet duke kthyer në një produkt tjetër të ri. Dhe ai natyrisht merr një etiketë të re. Pra, çdo formë e produktit të re që prodhohet me një etiketë të re është produkt i ri, i cili duhet të mbartë informacionin që nga lënda e parë deri tek produkti përfundimtar. Dhe për të thënë shkurt, për të siguruar këtë lloj informacioni, shpeshherë është mjaft e vështirë. Por, nga ana tjetër, nëse gjykojmë që si do ta gjej një inspektor dhe si do ta verifikojë që një produkt është gjurmuar ose jo, kjo pastaj ngelet akoma më e vështirë. Për faktin sepse një inspektor i ushqimit dhe ushqimit për kafshë që operon në aku shkon tek një operator i biznesit ushqimor, ai së pari duhet të çekojë ose të kontrollojë nëse ka në një sistem të sigurisë ushqimore të instaluar ose të implementuar në mënyrë që të jetë garant për mbajtjen e informacionit. Për mbartjen e informacionit. Por nëse nuk ka, aty ngelet për detyrë inspektorit që të gjurmoj, ka ana e vet të hetoj dhe të shikoj nëse ka dokumentacion, fatura, hyrje daljesh, ka protokolle të përgatitjes së ushqimit, nëse mjetet që transportojnë ushqimit janë të gjurmueshëm ose jo, kanë sisteme GPS ose sisteme tjera të gjurmimit të ushqimeve. Pra thënë shkurt ka një mori faktorësh të ndryshëm të cilët përcaktojnë nëse produkti është i gjurmueshëm ose jo. Dhe kjo shpeshherë ngelet e vështirë. Referuar pastaj edhe problemi tjetër që është prodhimi i ushqimeve ilegale dhe pirateria e ushqimeve, kjo ngelet pastaj akoma më e vështirë sepse zbulimi i tyre kërkon kohë, kërkon edhe angazhimi pastaj edhe strukturave të tjera për të marrë vesh dhe për të gjetur informacionin ku është prodhuar ky ushqim dhe ku ka lëvizur ai. Qartë. Po me këtë sistem sigurie që kemi, në këtë nivel që jemi, si pretendojmë të bëhemi pjesë e tregut evropian, ku produktet tona do të jenë produkte dhe për konsumatorët evropian, ku disniveli midis operatorëve dhe standardeve që ofrojnë në Shqipëri është shumë i madh në raport me atë që ofrohet jashtë. Atëre, kapitulli 12 Food Safety ose siguria ushqimore është një nga kapitullit, për të mos thënë kapitulli më i vështirë bashkë me mjedisin për të përmbushur. Dhe më besoni, nëse ne vazhdojmë me këtë ritëm, pra për të garantuar sigurinë ushqimore me ndonjë aksion sporadik, me gjithë dëshirën e mirë që mund të ketë autoriteti përkatës, më besoni që jo 2030, po do duhen shumë vite për të shkuar dhe për të bërë të integrueshëm në komunitetin evropian. Ne nuk po arrim të kuptojmë që aktualisht ne po orientohemi drejt një tregu evropian prej 450 milion konsumatorësh, të cilët e kanë të ezauruar sot produktin e sigurisë ushqimore. Ne do t'i qasemi këtij tregu me produkte autoktone, me produkte tradicionale tonat, dhe kjo do të vijë dhe si rezultat i garantimit të gjurmëshmërisë, pra nga ferma në tavolinë, duke filluar që nga lënda e parë deri te procesi përpunimi, transporti dhe i gjithë kjo. Por në rast se ne çedojmë dhe tek gjurmëshmëria, ne nuk do mundemi të eksportojmë, sepse aktualisht sot, ne nuk eksportojmë dot as mish dhe produktet e tij, as qumësht produktet e tij, asnjë nga këto
vetëm për fakt në BE, se në vendet e tjera, nuk eksportojmë dot në BE, nuk përmbushim standardet. Sepse nuk përmbushim standardet. Vendi ynë konsiderohet si një vend me risk të lartë, që nuk është në gjendje të gjurmoj çdo hallk të zinxhirit ushqimor. Dhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Në fakt, ligji i ushqimit që në 2008 ka një nen 25 që thotë duhet që çdo operator biznesi të implementojë sistemin e gjurmëshmërisë. Po s'kan para, si t'ja bëjnë? Dhe sistemi i gjurmëshmërisë nuk të thonë një sistem me software të madh. Sistemi i gjurmëshmërisë mund të mbahet dhe manualisht. Thjesht të tregoj s'është gjë tjetër, gjurmëshmëria është një hap pas dhe një hap para. Pra ku e more? Çfarë ke bërë dhe çfarë po bën? Pra ku e more lëndën e parë, datën e skadencës, kontrollon kartën teknologjike, pra që është procesi teknologjik, sa ke futur nga kjo sasi, sa produkt ke nxjerr. Pra dhe kjo është shumë e thjeshtë. E dini sa e implementojnë sot nga studimet që ka bërë, rreth vetëm 25% e operatorëve të biznesit kanë një sistem gjurmëshmërie. Madje shpesh herë janë vetë inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit që thonë dhe kanë një sistem gjurmëshmërie që e verifikon nëpërmjet faturës. Fatura është një element për lëndën e parë, po nuk është sistem gjurmëshmërie, sepse ti nuk kontrollon vetëm lëndën e parë, duhet kontrollosh atë që thamë dhe vajin e palmës dhe aditivët që janë shtuar, edhe përmirësuesit e shijes, pra artificial, çdo gjë tjetër, pra produktin final, dhe tim pan përgjegjësi për të kontrolluar të gjitha këto hallkat. Dhe është shumë e thjeshtë nëse këto do kenë një sistem gjurmëshmërie, por unë kam përshtypjen që dhe vetë autoriteti nuk kryen një sistem gjurmëshmërie të mirëfillt. Pra, çdo kilogram produkt që futet në pikat e inspektimit kufitar regjistrohet, i nënshtrohet gjithmonë kontrollit nga inspektorët e pikave të inspektimit kufitar, që gjëja e parë bëjnë kontroll dokumentacioni ku është e shënuar qartë sasia, lloji, origjina, edhe niveli proteinik në rastin e miellit. Dhe mjafton që ti të ndjekësh produktin për të kuptuar, për të bërë analiza reale se ku çedon realisht. Pra, të çedon tek lënda e parë, të çedon tek ferma, të çedon tek procesi përpunimi, të çedon tek implementimi i sistemit HACCP. Sepse për ta bërë më të sigurt një operator biznesi, operatori biznesit përveç sistemit të gjurmëshmërisë duhet të ketë edhe implementimin e sistemit të autokontrollit, që është sistemi HACCP. Pra, operatori biznesit nëpërmjet këtij sistemi kontrollon pikat kritike dhe i mban të produktit, të subjektit vetë dhe i mban në menaxhim. Një element shumë i rëndësishëm nëse zbatohet ky manual është edhe gjurmëshmëria, është inkorporuar brenda, është edhe menaxhimi i temperaturës, monitorimi i temperaturave, ka edhe trajnimin e punëtorëve. Pra, sa herë do ta trajnosh punëtorin që manipulon ushqimin, punëtorin që prodhon, pra të gjitha këto janë të përcaktuara. Dhe një problem tjetër që qeveria jo nuk po kujdeset as pak, duhet bërë një fushat sensibilizimi për vetë operatorët e biznesit ushqimor. Ma mbyll me një mesazh se cila është ajo mas urgjente që duhet marrë për të shkuar në drejtim të rritjes së sigurisë ushqimore? Dy janë, një faturë kripur dhe ristrukturim total i gjithë sigurisë ushqimore. Elementve, faktorve dhe aktorve që përbëjnë sigurinë ushqimore. Faturë e kripur thua rritja e buxhetit? Patjetër. Profesor, a mbylli me një fjali, cila është ajo masë urgjente që duhet marrë për të garantuar sigurinë, për të garantuar është fjale madhe, po të paktën për të filluar rritjen graduale të sigurisë ushqimore për qytetarët shqiptarë? Faktun duhet të shprehkem me një thënie për ose me një kërkesë të cila i referohet kryesisht vendimarrësve dhe politikbërësve. Krijimi i një modeli, një autoriteti funksional të sigurisë ushqimore është çelësi i suksesit për të hyrë në BE. Akoma ne nuk kemi kryer dhe nuk kemi kryer asnjë lloj reforme, nuk kemi krijuar asnjë lloj modeli të ngjasojë me një nga vendet e Bashkimit Evropian. Nëse ne këtë nuk e bëjmë, nuk mund të hyjmë në Bashkimin Evropian. Shumë e qartë. Nëse duam të hyjmë në Bashkimin Evropian, duhet të referohem modeleve të tyre. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi, profesoresa, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, duke ju falendëruar për vëmendjen, bashkë shihemi të hënën ardhshme në orën 20. Natën e mirë.